Policia nuk ka të dhëna se sa shkelje ka regjistruar sistemi Safe City për vetura zyrtare. Sipas ministrit të punëve të brendshme, Pançe Toshkovski, në bilansin e shkeljeve të regjistruara deri tani, pavarësisht se janë në cilësinë e vërejtjeve, numri kundërvajtjeve me vetura zyrtare është shumë i lartë. Toshkovski tha se periudha e edukimit të shoferëve po jep rezultate konkrete. A vonnost na koliko saobraćajni kazni se izrečeni sprema službeni vozila od strana na pametni sistem. Sa gjoba janë shqiptuar për shkelje në komunikacion dhe veturave zyrtare nga sistemi i mençur, po aq sa janë shqiptuar për veturat jo zyrtare. Përkatësisht gjoba nuk ka për momentin, por ka vërejtje. Në këtë moment nuk kam të dhëna se sa vërejtje janë dhënë për veturat zyrtare dhe sa për veturat private. Por një gjë ta dini, sistemi e regjistron çdo kundërvajtje, pavarësisht se nga kush është bërë, tha Pançe Toshkovski, ministri i Brendshëm. Por derisa Toshkovski shpreson që sistemi të hyjë në funksion më një shkurt, kryeministri Hristian Mickoski nuk ngutet. I pyetur nëse ai ka siguruar 80 votat e nevojshme për miratimin e propozim ligjit për kundërvajtje, kreu i organit ekzekutiv tha se shkurt se akoma si kemi bërë matematikat si duhet. Kuvendi javën e kaluar miratoi 4 nga 6 ligjet e nevojshme për sistemin inteligjent Safe City. Ka mbetur pa miratuar kodi i ri penal dhe propozim ligji për kundërvajtje. Zgjidhje ligjore sistematike për të cilin nevojiten 80 vota në kuvend. Aktualisht shumica parlamentare nuk i ka votat, ndërsa partitë opozitare në parim janë deklaruar se nuk e mbështesin. Safe City ishte planifikuar të niste me punë më 1 janar 2026. Për shkak të reagimeve në opinion, zbatimi i tij në praktikë dhe me fuqi juridike u shtyj për 1 muaj, por dhe kjo datë mbetet vetëm parashikim pasi pa miratimin e ligjit kryesor, atij për kundërvajtje, sistemi Safe City nuk mund të hyjë në funksion.